Më në fund erdhëm te kjo I'm Burger on Fire. Shumë lezetshëm, ka shumë njerëz. Lam rrobat e garderoba poshtë dhe te karrike që këto plani se si do funksionojë gjithë mbrëmja. Tregoj pak ambientin këtu, sa bukur që është. Për të vërtetë nuk e kisha vizituar ndonjëherë Bashkinë e Hamburgut nga brenda. Kështu edhe më pëlqen shumë. Atje do mbahet fjalimi i mirëseardhjes. Hamburg, mein Hafen. Deutschland, mein Zuhause. 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 Sehr geehrte Damen und Herren, liebe Mädchen und Jungen. Hamburg gilt in Deutschland als das Tor zur Welt. Dieses Tor ist in beide Richtungen offen. Für diejenigen, die in die Welt hinaus wollen und für diejenigen, die zu uns kommen. Seit Jahrhunderten kommen aber auch Frauen und Männer aus ganz unterschiedlichen Ländern in die freie und Hansestadt Hamburg, um hier ihr Glück zu suchen, um sich ein gutes und sicheres Leben aufzubauen. Bürgerinnen und Bürger der Bundesrepublik Deutschland zu werden. Das ist eine wichtige Entscheidung. Tani Burgermeister do japi certifikata disa njerëzve. Është shkoj. Auf die neuen deutschen Staatsbürger. Gëzuar edhe një herë, po marr pak kohë thjesht për të treguar që ishte vërtet shumë këndshëm, atmosferë fantastike, shumë të mirëpritur, njerëzit nga nacionalitete të ndryshme. Sot ishte festa e 77 që lidhej pikërisht me marrjen e pasaportës gjermane. Unë do ju tregoj tani, të bëj një tur të vogël, vendet që lejohen sigurisht sepse jo të gjitha ambientet lejohen, por do ju bëj një tur të vogël ta shikoni pak a shumë dhe unë nuk e kam parë ndonjëherë. Le ta eksplorojmë bashkë Bashkinë e Hamburgut sot.
Hallo, ist du noch was? Glückwunsch. Dalje. Po thuaj se festa është në fund, kishe goxha servirje, ushqim, pije, çfarë të doje, stafi shumë i dashur. Takova dhe disa të tjerë që ishin nga Shqipëria dhe gëzuar për të gjithë, dhe vetëm të mira në emigracionin tuaj në Gjermani. Ju përshëndes të gjithë dhe uroj sa më shumë pozitivitet në jetët e gjithëve ne bashkë, se e meritojmë. Vizitës tonë në Rat House sot i erdhi fundi, ju përshëndes të gjithëve me këtë pamje kaq të bukur. Me informacionin e duhur, emigracioni bëhet më i thjeshtë. Abonohu që ta kalojmë këtë rrugë bashkë.